Pyetja ime është për Andetën, pavarësisht logjikës time. Ku qëndron Rozana aktualisht me Gjestin? I beson kësaj linjës time, sepse një javë më parë Rozana tha që Gjesti më kujton veten time në rini, tani ka ndruar pozicionet. Jo, nuk është se ka ndruar pozicion. Problemi është që është ajo që unë thash që në fillim, që Rozi afeksionohet shumë mbas njerëzve dhe në momentin kur zhgënjehet totalisht dhe të largon nga vetja. Kështu është Rozi dhe në jetën jashtë. Lëvizja e Gjestit për të kujtuar ndjes shumë që po e përmend, sepse edhe djali tjetër ka familje dhe Rozana ka familje për të përmendur një repartistë të nderuar siç është MC Kresha, dëmton Gjestin apo Rozanën? Unë mendoj që dëmton Gjestin. Mendoj që dëmton Gjestin. Ishte një lëvizje e nxituar? Ndoshta e nxituar nga Gjesti, shiko, Gjesti nuk ka ditur asgjë për Rozanën jashtë, më fal që po. Patjetër, jo, patjetër. Gjesti nuk ka ditur asgjë për Rozanën jashtë. Janë info që i mori dhe tha ti përdor për të goditur Rozin. Unë e di që Gjesti edhe pse e godet Rozin prap në brendsinë e vet ai e do. Ato të dy pavarësisht e kanë atë lidhjen me njëri tjetrin. Ato merren vesh dhe shumë mirë me sy. Thuaj që do jenë miq jashtë ato? Jam e bindur në 100%. Madje un kam parë shpesh momente që debatojnë dhe gati nuk mbajnë dot të qeshur. Pra kanë një aleancë të fshehtë. E kanë aleancën dhe tjetra gjë që unë dua të them është ajo që kur Rozi thot që e shoh si vetja ime para, është e vërtet. Rozi në ato vite ka qenë njësoj si Gjesti. Nga ana tjetër kemi Egli që e ka paralelizuar lojën e Rozanës me ato të Eglës, fituesen e vitit që kaloi, por duke thënë se është një version më i keq. Çfarë ke për të thënë për këtë? Rozi nuk ka asgjë të përbashkët me Eglën, për këtë jam e sigurt. Besoj se edhe publiku e ka parë. Nuk kanë absolutisht asgjë, as në lojë, as në mënyrën se si argumentojnë, as në mënyrën se si i kanë raportet me të tjerët. Unë nuk di që Rozi të ketë ofenduar dikë, ndërkohë që Egla këtë e bënte vazhdimisht. Nuk di që Rozi të ketë përdorur, të ketë goditur dikë, qoftë edhe me një gotë me ujë, qoftë me një gotë me alkool. Rozi nuk e ka bërë këtë kurrë. Rozi përpiqet që të qëndrojë gjërave që kanë ndodhur brenda shtëpisë Big Brotherit pa dalë jashtë, ndërkohë që çfarë ka qenë jashtë për Rozin ja kanë sjell brenda. Ka dalë jashtë në lidhje me Laertin. Po, e vetmja gjë për cilën ka dalë jashtë ka qenë Laerti duke i thënë që ti nuk e do bonën. Por atëherë ta sqarojmë edhe një herë. Jo, i ka thënë që ti e ke zemrën e zënë jashtë. Po. Ti e ke zemrën e zënë jashtë, ti nuk e do këtë vajzën. Po, është e vërtet. Ti e ke zemrën e zënë jashtë. Kjo është diçka që e di Rozi. Unë nuk mund të hyj te kjo marrëdhënie dhe te kjo bisedë që kanë bërë ata të dy ku unë nuk kam qenë prezent. Nëse doni të sqarojmë të bisedën e Laertit një herë. Okej. Amani sa kafe kam pirë të lutem. Çfarë janë Rozana dhe Laerti? Kjo është pyetja. Rozi dhe Laerti janë thjesht komshi. Laerti është një kap poshtë Rozit. Jo miq, domethënë. Nuk kanë qenë kurrë miq të mirë. Kanë një vlerësim shumë të madh për njëri tjetrin. Ndoshta janë nga këto njerëz që vlerësohen edhe pse nuk takohen për një kohë të gjatë. Laerti ka pas një vlerësim shumë të madh edhe për babain tim dhe për familjen tonë. Këtë e ka shprehur shpesh në mesazhet që ai më ka dërguar mua kur kemi pasur përvjetore ose raste për cilat kemi komunikuar. Të them që Laerti ka folur më shumë me mua se sa me Rozin, kjo është e vërtet. Është e vërtet që nuk kanë pirë kafe kaq shumë sa përfliten, jo më shumë se sa 3 kafe, por në pallat kur ne kthehemi në darkë me Rozin, Laerti gjithmonë është aty me Marinin që tashmë është bërë një personazh i njohur dhe diskutojnë gjithmonë poshtë pallatit ku është një stol. Dhe ne çdo darkë kur kthehemi, Laerti është aty. Flasim, mirëmbrëma si je, këto gjërat e veta dhe ne ngjitemi lart. Kaq është takimi i tyre. I vetmi rast kur Rozi ka qenë prezent në një event le ta quaj të Laertit, ka qenë kur Laerti mori një çmim në, nuk e di, ishte Kishm, nuk e mbaj mend mirë se çfarë ka qenë, dhe i kërkoi Rozit që të ishte prezent bashkë me Marinin, sepse vetëm juve tha ju kam këtu, tha.